angazhim, përkushtim dhe profesionalizëm i strukturave të policisë në qendër dhe në qarqe, për finalizimin e operacioneve dhe goditjeve të njëpasnjëshme të veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtjes pa leje, shitjes dhe trafikimit të tyre, për goditjen e krimeve ekonomike, si edhe për parandalimin e ngjarjeve të mundshme kriminale. Punë hetimore, kontrolle dhe operacione janë kryer në koordinim me prokuroritë, homologët, Europolin dhe Interpolin për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, si dhe për zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Si rezultat, gjatë muajit janar janë finalizuar 107 operacione policore dhe janë vënë në pranga 498 autor të dyshuar për vepra penale të ndryshme. 17 operacione janë finalizuar në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar për goditjen e rrjeteve globale të trafiqeve, kapjen e pjesëtarëve të grupeve, organizatave kriminale, si edhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim. Disa prej këtyre shtetasve kishin falsifikuar identitetin për t'u fshehur drejtësisë. Janë sekuestruar rreth 186 kg kanabis, rreth 3 kg kokainë, sasi ekstazie, sasi heroine 3855, bim fidan kanabisi 2528, fara kanabisi si dhe mira pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike në ambientet e mbyllura, 41 armë zjarri, 21 armë gjahu dhe sportive, 2 granata dhe municion luftarak, 7 automjete të trafikuara, 10 traora luksoze, 3 pajisje GPS edhe maska, 183.000 euro të padeklaruara në pikat e kalimit kufitar, ilaçe të skaduara dhe produkte të kontrabanduara, veshmbathje si edhe produkte estetike dhe elektronike. Rreth 20 milion lek, 2 sipërfaqe toke në dërmi, 2 shoqëri tregtare, 2 automjete dhe llogari bankare, asete të veprimtarive kriminale në fushat e narkotikëve, mashtrimit kompjuterik dhe prostitucionit. Janë zbuluar 13 ambiente të mbyllura në Lezhë, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Shkodër, Vlorë, Sarandë dhe Tiranë, ku kultivoheshin bimë narkotike me anë të llampave. 5 ambiente ku luheshin lojra fati me makineta dhe tavolina pokeri, 3 ambiente në qarkun e Tiranës, ku magazinoheshin veshje të kontrabanduara dhe ose stampoheshin me logo false të markave ndërkombëtare. Kazino dhe bilardo ku shiteshin lëndë narkotike në Lezhë dhe në Matë. Banes dhe lokal në Fier, ku babe birë mbanin arsenal armësh zjarri dhe armë shpërthyese, sasi të mëdha municioni dhe mbi 17 kg lëndë narkotike. Grupe kriminale në Tiranë që shisnin dhe trafikonin armë dhe drogë të fortë, kokainë, janë parandaluar ngjarje kriminale që mund të kryeshin në Durrës dhe në Tiranë nga 3 shtetas që lëviznin të armatosur. Për shkallëzimi 3 konflikteve me armë zjarri dhe mjete prerëse në Vlorë, Velipoj dhe Gramsh. Ngjarje kriminale me armë zjarri në një familje në Tepelen. 11 tentativa për të kaluar kufit me para të padeklaruara me burime të dyshimta. Trafikimi nga Gjirokastra në Greqi, 44 pakove me 34 kg lëndë kanabis. Trafikimi në Itali, një armë zjarri në përmjet rinasit. Janë zbardhur vrasje me eksploziv, me armë zjarri ose me sende të forta çekiç në Shkodër, Dibër dhe Tiranë, si dhe 4 plagosje dhe një aksident me pasojë. Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike ka ndërmarrë 2 fushata sensibilizuese për të mbrojtur qytetarët nga platforma false për pagesat e masave administrative dhe për marrjen e kredive që synonin të merrnin dhe të keqpërdornin të dhënat personale dhe të ardhurat në kartat bankare. Hetimet për këto raste janë në vijim. Më tej janë finalizuar 21 operacione për parandalimin, zbardhjen e vjedhjeve, 17 goditje në fushën e kontrabandës, 11 operacione kundër ushtrimit të prostitucionit, 8 goditje kundër organizimit të kundërligjshëm të lojrave të fatit, 3 operacione kundër transportimit e emigrantëve që synojnë të shkojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, 3 departamente të DPPSH dhanë kontribut në mega operacionin Liberterra 3, që goditi 1800 rrjete në mbar botën të implikuara në këtë veprimtari kriminale dhe në forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore. Për shkak të motit të keq, merreshi dëbori dhe shiu, shërbimet e policisë qëndruan në gatishmëri në të gjithë vendin, duke ju shkuar në ndihmë qytetarëve për orientim dhe në disa raste për evakuimin e tyre. Shërbimet e policisë rrugore, krahas shërbimit të përforcuar gjatë ditëve me mot të keq, të pajisura me mjete bashkëkohore, vijuan monitorimin në të gjitha akset e vendit me qëllim parandalimin e aksidenteve me pasoja për jetën dhe shëndetin e përdoruesve të rrugës, si edhe menaxhimin e trafikut. Gjatë muajit janar u vu në pranga 197 drejtues mjetesh, nga të cilët 135 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 62 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. U pezulluan 216 leje drejtimi për te kalim të normave të shpejtësisë, drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit apo edhe për shkelje të tjera të kodit rrugor për të cilat parashikohet kjo masë. U vun 93.011 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, nga të cilat 3.934 masa administrative për shpejtësi mbi normën e lejuar, me sankcion pezullimin e lejes së drejtimit.
Në këtë rast, drejtuesit e automjeteve kanë paguar 2 fishin e masës administrative maksimale dhe janë penalizuar me zbritjen nga 6 deri në 12 pikë nga leja e drejtimit. Policia rrugore e Durrësit goditi 3 raste të tentativës për të korruptuar punonjësit e policisë nga drejtues që drejtonin automjetet në gjendje të dehur. Në pikat e kalimit kufitar, si rezultati kontrolleve të imtësishme dhe analizave të riskut, shërbimit të policisë kufitare evidentuan dhe goditën gjatë muajit janar 45 raste të kalimit të palishëm të kufive, 18 raste të tentativës për të kaluar kufit me dokumenta false, 8 raste të trafiqeve dhe 2 raste të vjedhjeve. Strukturat e policisë së shtetit në qendër dhe në qarqe vijojnë kontrollet dhe hetimet intensive me objektiva parandalimin dhe zbardhjen e ngjarjeve kriminale, si edhe goditjen e krimit në tërësi dhe atij të organizuar në veçantë. Gjithashtu, në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese brenda vendit, si edhe me partnerët ndërkombëtar, do të vijojë veprimet e përbashkëta hetimore për finalizimin e operacioneve policore me shtrirje dhe impakt të gjerë.